shumë, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Nesër do jemi me ljetra mira se presim dhe vëzrit ta nga diaspora. Nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Duke qenë se gjithë po presim marshimin, dua të bëj 2-3 lajmërimet vogla. E para është kartin që hoqën Zvërnec e keni marrë vesh që e kanë vënë rjo. Një grup qytetarësh nga Rjolli kanë lajmëruar nesër protest në orën 10. Është detyra jonë e secilit prej nesh që ka mundësi t'ju bashkohet atyre në 10 për të heq gardhin dhe në 6% këtu për të heq kryeministrin. Rama jepe dorëheqje! Rama jepe dorëheqje! Rama jepe dorëheqje! Rama jepe dorëheqje! E dyta, vetëm në tjenin time, unë nuk jam interesuar për gjitha linjat e fluturimit. 3 avion nesër do të vinë vetëm nga Mbretëria e Bashkuar. Nesër diaspora do t'jetë krah nesh, e ne do t'jemi krah diasporës, e krah për krah do t'arsojmë të kryeministër. E fundit për jo nga rëndësia, neve në fillim fare u adresuam si agent grek. Njëri prej agentëve grek është arrestuar sot në Greqi, po na doni bashkëpunëtor me Ramën. Mos të harrojmë, ky kryeministër e kanë ngritur dhe e mban pushtetin e tij me kriminal, me oligark. Dhe për këtë duhet i themi Spakut, shumë mirë bën, shumë mirë ke ecur, po ne e dim kush është pas projekteve, janë kriminal dhe oligark. Ndaj, ju themi që do t'ju ndjekim një për një, derisa edhe kriminali i fundit dhe i korruptuar i fundit të shkojnë burg. Ata oligarkët që u arrestuan sot, dolën që kanë lidhje edhe me Ramën, edhe me Berishën. Ndaj duhet themi, Rama në burg, Berisha në burg. 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 Se që kam dalë ca lafe që në qasve nesër do t'jetë protesta e fundit. Ne për nesër do bëjmë vetëm i thirrje. Nesër më shumë, pas nesër edhe më shumë. Vazhdoni marshimin qetë, ju lutem mos bini për provokimeve dhe mos harroni, nesër më shumë. Nesër më shumë. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Dhe e fundit ju lutem mos harroni të mblidhin peturinat këtu.